Kurti në një adresim të tij për problemin me energjinë, lamë në kuptues sikur shqiptarët i kanë fajt se po i ngrohin shumë dhomat. Prandaj kemi problemin me energjinë. Temperaturat në përdoma i kemi duk shumë të nalta se sa që është normal. E shemblë më i mirë se dhumat po nxehen më shumë se sa normalja, që nuk e di çu ka mot akoma kryeministri, është mbase qeveria, ndërtesa ku ai punon. Po e shohim këto granit disa dritare që janë të hapura, po besoj shkaku i zhegu të madh. Po i numërojmë bile. Ne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dritare janë të hapura në qeverinë e Republikës Kosovës, në çet pjesën e ballit Knej. Pra veç pu është 15 kana. Hajde shkojmë nalt ka sheshi. Këtu paskum po ashtu dritare që janë të hapura. E kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E këtu ma pu është më herët ke edhe një dritare komplet e hapur. Total 25 dritare të hapur, ne? Po e njëjta situatë, por vetë se me ma pak dritare ke edhe në kuvend. Problemi është që krejt njerëzit janë anku për deklaratën e kryeministit se kërkush nuk e të nxjerrë dhomë, menzi po i nxjerrin dhomat për shkak të faturave të shtrejta që i kanë. Nashta është unis për vetës, është mirë më unis për vetës, po kanë herë shumë gabim. Këta një me kanë shumë zetë, edhe i qelin dritarët. Më shalë një gjamat kryeministër, dimër e tash. Kur jemi të rryma keska, kësh kërku që më rrit rryma edhe për 21%. Tash është ndorë të ZRE-s, me vendos, lidhur me këtë kërkes të furnizuesit, por edhe kërkesa tjera që shkojnë e në fund me dalë me një vendim. Sot temperatura minimale shkon deri në 3 gradë, ndërsa maksimale është 7 gradë Celsius. S'ko një qare njeri po vesh matrash e pa i shumë zemjet. Unë dhe e kryta që stëri, u do më ne, që ta shpevej e shqito, që të së në më përzijet, nashta, a nëzet, a ma shumë se nëzet, që di. Më zbën me të plu, mu vej shumë nëzet, kështu në me pos kujdes. Unë e vej, rëzë më lojës më vej, ka që fëta. Shënjestër ka kërkuar sqarime nga zëdhënësi i qeverisë përparem Kryeziu nëse ekzekutivi ngrohet nga termokusi dhe nëse dritaret e tyre po qëndrojnë të hapura si pasojë e mbingrohjes. Ndonse Kryeziu ishte i paqasshëm, zyrtar të termokusit konfirmon se ndërtesa qeveritare është e lidhur me rrjetin e ngrohtures. Këtu shpërfaqet një kontrast moral. Qeveria kërkon nga qytetarët të kursejnë energjinë elektrike, ndërsa vetë institucionet hedhin nga dritarja energjinë termike që përdohet nga i njëjti thëngjell. Shënjestër.net